Za kohë na shku ka rejka keqe. Edhe pe aty në fshatin Madana jena nalë. Pe i fshatit Madana kemi nejt një ditë aty, edhe mbrami jena një qytet. Jena një qytet, jena ndonë 3 grupe si fillim. Unë kam vazhdu në blok 3 me komandantin Abdullah Valin, Halil Krasniqi u konë, edhe 2 tjerë, po me emnë, po harroj me emnë, s'po më kujtohu në emnë talo. Edhe me angazhime edhe me tu bo djemë 3 tu jafru. Një 2 javë, 3 qështu, nuk e disha i densit, isha ka duhet më shku, ka është qyteti, ti si shikon ma herët, ajo? Isha hera e parë se isha në Gjakovë. Veç ka bëshim lëvizje vetëm natën, se ditën s'kisha shansë me. Po, se ka pas aty janë konë sërb të fokusum. Aty në stop i ke pas shkite dhe masakrat ndoshin të përditshme. Dhunime, masakrat ka ndodhur të përditshme. Fatkeqësisht po ka shumë. Fatkeqësisht shumë e madhe. Po shku me atë asina, po. Do më thonë, për 2-3 javë, ju vetëm natën që keni mujtë me vizë. Vetëm natën, unë se disha i din, ka jam gjimja, jam dalja, jam një disë qytetit, asë nuk e dishim se edhe Gjakovën për herë parë, si terren nuk e kom gjohë. Edhe që shas harta s'ka pas në të kohë me ditë, për shamë të qytetit që shtu e ne që ne... Paraprakisht me me ditë, amo hisë që i denë, që kisha kush, ne që u stacionum në blokën e ri, dhe kretë levizit që i bëjshim angazhimit, i bëjshim shumicën e kohës natën. Në një kohë në aton. Jo, para se me kalu, ju atje jeni vendosë në përshpia të qytetarëve? Në përshpia. Në përshpia. 2 grupe kanë qenë në Qabrat. Qabrat, po. Agroni Kryziu ka qenë në shtëpi aty, ku kanë pas ditën e parë se kanë stacionu, o konë me Abdullah Valin kalu në blokun e ri, edhe jam në kishë besë mbi shtazhini. Edhe i dull me një grup tjetër, një vend tjetër, o da në 3 grupe. Edhe me aktivitete natën të bon djemë 3, besë në po shkanë gjithë që rinia. Njëherë, do më thonë, një konë veç të organizum. Veç të organizim. Po, s'ka pas luftime si fillim, deri sa e kena vagru, ne se u forcu mirë. Një natë përpa asish na e tunë shkit. Na e tunë se jena ka përshpia, po, edhe komandanti Abdullah Balia i njerë një mbraume kështë shku me një pikë tjetër edhe ditën smëjke ishim me unë dhe Halili edhe 2 tjerë këna metë aty. Erdhe në shkit bashkë një farë përparem bjemë në nuk pjadi, në shpit që ti përparimit i me konë. Spjadim bjemë, se në Gjakovë shumë bjemë, nësë të më kujtohen, për se... Edhe i kam pak ma ndryshe. Dhe shumë interesant në muja, së vërtet më fuqë. Edhe e papë se bëdojnë e këna folë me Radeli dhe thënë nëse në mbilojmë më hi edhe po bojmë luft që du, tha jo, tha se nëse bojmë luft vrasëm dikon aty, mujnë më shfas gjatë dite masakrën popullat civile, se kishë shumë popullat civile. Si hakmarri. Hakmarri. Se ishim i vrasë, ishim 4 vetë ishin ata. Jo, ishim ma shumë. Jo, na ishim 4, po ku t'janë zaj shpritin, na gjithmonë i fitus, i triumfus në ato. Po, thani jo, nëse mundi më të rekë, më dalë veç një shpim për mas të mënyrë. Zhëpëm në për të shkalla, po është për drumit, të zhërë, i morëm krejtë uniforma, më s'mëllon shenja se ka posë të shkarë të qekes atë. Ndërkohë thynë derën edhe hinë mrena ata, po na kishim harru zollën. Një zollë antitanke. Edhe qësh më shku me morën për drëm, që kjo Halil Krasniqi tha, që po shkaj tha për marron, e tha, veç rrëni gatishme i qeshojnë që më metojnë gjuni. Okej, e se hinë vanë u pak, tha mos e kanë zona dishka. Ata i shikon të kontrolu, kjo më shef aty, një farqoshi, po... Mrena një shpije veç. Mrena një shpije, ata nërë kjo poshtë. Po, si loj po të gjysë pëdrumi, isha, po? Po. Veç kur dole, mirë po pështëm.